Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump ka paralajmëruar masa të reja tarifore për vendet që vendosin kundërmasa ndaj taksave të vendosura prej tij për importet e çelikut dhe aluminit. Ai deklaroi se SBA do të reagojë në mënyrë reciproke ndaj çdo lëvizje të Bashkimit Evropian, Kanadas apo vendeve të tjera furnizuese të metaleve. Çfarëdo që ata të bëjnë kundër nesh, ne do t'ua bëjmë atyre, tha Trump, duke sinjalizuar një përshkallëzim të mëtejshëm të tensioneve tregtare globale. Këto deklarata vijnë pas vendimit të tij për të vendosur një tarifë prej 25% mbi importet e çelikut dhe aluminit, duke i dhënë fund përjashtimeve që më parë kishin disa vende partnere të SBA-s. Ky veprim ka si reagime të ashpra nga partnerët tregtar të Amerikës. Bashkimi Evropian ka njoftuar se nga 1 prilli do të vendosë tarifa akmarrëse mbi madhrat amerikane me vlerë deri në 26 miliardë euro, ndërsa Kanadaja ka shpallur një taks për 25% për produkte amerikane me vlerë 30 miliardë dollarësh, duke përfshirë çelikun, kompjuterat dhe pajisjet sportive. Ndërkohë, vende si Britania e Madhe, Australia, Meksika dhe Brazili kanë shprehur shqetësimet e tyre, por nuk kanë marrë ende masa të menjëhershme. Kryeministri britanik Sir Keir Starmer tha se qeveria e tij po shqyrton një qasje pragmatike dhe po negocion një marrëveshje që mund të përfshijë tarifat. Me këtë përshkallëzim të konfliktit tregtar, tregjet financiare kanë shfaqur shqetësime mbi ndikimin e mundshëm në ekonominë globale dhe konsumatorët. Ekspertët paralajmërojnë se tensionet e vazhdueshme mund të çojnë në një goditje ekonomike të gjerë, duke ndikuar jo vetëm SBA-n, por edhe partnerët e saj kryesor tregtar.